Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatun me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Vazhdojmë të shoqërohemi me këshillat hyjnore me fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu, porositë që Allahu xhalla xhelaluhu i ka quajtur porosi të robëve të veçantë të Allahut. E që i bie, si që kemi promovuar dhe në ligjëratet e kaluara, se i tërë Kurani është fjala e Allahut dhe porosi, mirë po sikur këto porosi janë edhe më të veçanta se sa ato të përgjithshmet që janë në përkaptina të tjera të shpërndarë. Allahu xhalla xhelaluhu të ndershëm vëllezër don që në mënyrë të veçantë t'i flet të robit të tij për ta formuar personalitetin e tij. Andaj kemi folur për disa prej këtyre citateve, pra në suratul Furqan, në kapitullin e dalluese se cilat dallon të mirën nga e keqja, vlerën nga antivlera, dobit nga jo dobit e kështu me radhë. Allahu xhalla xhelaluhu na flet për një sër vlerash në këtë kapitull. Prandaj prej robëve të mirë të Allahu xhalla xhelaluhu janë ata të cilët qëndrojnë larg paganizmit, larg besytnive, larg gjërave që shkaktojnë hidhërimin dhe zemërimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Kështu Allahu xhalla xhelaluhu pas tjera që kemi folur ligjëratat e kaluara, por ata që për herë të parë ndëgjojnë këtë ligjërat, është mirë që të ndërlidhen me ligjëratat e kaluara që i gjeni në YouTube, me qëllim që të ndërlidhen këshillat pra njëra pas tjetrës. Për i robëve të mirë të Allahut, por është ai i cili e pastron bindjen e tij. Kjo çështje vëllezër është shumë fundamentale. Shumë kemi folë dhe shumë do të flasim, sepse 13 vite në Mekë kemi thënë kryefjala e citateve dhe punës të pejgamberit alayhis salam është ketim. Pra shirku, paganizmi, larg idhujtarisë. Që i bie besimi i denjë, i pastër, lidhja mirë me Allahun xhalla xhelaluhu. Allahu don shumë thjesht, Allahu don na veç pe ti me kërku. Zemrën me ta me lidh. Duart ka hajmi drejtu. Kaq. Ndërsa të tjerëve ja u bëjmë shërbimin sipas mundësisë dhe sipas pozitës që kanë. Nuk e shejtrojmë askën. Madje as vetë pejgamberi alayhis salam. Llogaritni, pejgamberi sa çfarë peshë ka te Allahu, ka thonë la taturuni, mos më shejtroni mu. Sukur që e kanë shejtruar të krishterët Isën birën e Mariamës. S'ka shejtrim në Islam. Në Islam ka shumë respekt. Andaj vëllezër, çështja e paganizmit është çështje shumë delikate, sepse zemra vëllezër është shumë e ndihshme. Zemra në momentin që nuk lidhet me krijuesin, aja kërkon mu lidh me dikon. Kërkon me u lidh me dikon. Prandaj pra, Allahu xhalla xhelaluhu këtu e cek në citatën që do ta flasim në citatën 68, për robëve të mirë të Allahut është pra besimi i pastër, lidhja mirë me Allahun. Robët e mirë të Allahut qëndrojnë larg mëkateve të mëdha, larg mëkateve të mëdha. Mëkateve të vogla i ekspozohemi të gjithë. Por Allahu xhalla xhelaluhu rahmetin e madh që ka ndaj neve, kalon shumë dyrë, shumë mundësi, shumë hapësira që mëkatet tona të vogla më fshi pa tobe hiç, pa bona tobe. Punët e mira që i bëjmë ato vetë i fshin. Sot xhuman kur ta falmi inshallah, çka janë bë gjunat e vogla pi xhumas kalon e fshihen vetë. Pini namazit, dhe namazin tjetër fshihen vetë. Pi Ramazanit kalun, deri në Ramazanin arshëm, si të vjen Ramazani arshëm, fshihen mëkatet e vogla vetë. Haxhi pi haxhit e kështu me radhë. Këto janë vëllezër, janë mirësi pi Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu pra i ka përshkruar në citatin 68
Prej robëve të mirë të Allahut thot: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar." Dhe ata, pra vazhdon Allahu të flet, wa ibadur rahman, robët të mirë të Allahut, pastaj vavi, ky është vavi lidhës. Dhe prej robëve të mirë të Allahut janë ata të cilët nuk e lutin dikën tjetër me Allahun, nuk e adhurojnë dikën tjetër me Allahun. Por këtu po e nxjerrin një konkluzë të ndershëm vëllezër. Ta marrim rregull. Çdo kun Kur'an ku vije diçka urdhër, në radhë par vije urdhni me adhuru Allahun. Pastaj vijnë të tjerë. Dhe çdo kun Kur'an ku vijnë ndalesat, ju prin paganizmi. Që sa njëherë ikni, tani keni më të lehtë me ikë të tjera. Pra për atë arsye këtu ka, për robët mirë të Allahut është që nuk e adhurojnë dikën tjetër me Allahun. Nuk e lutin dikën tjetër me Allah, nuk e lidhin zemrën e tyre me dikën tjetër pas me Allahun xhelel xhelal. Pastaj i përmend Allahun ndalesat. E prej ndalesave ju prin rrezikimi i jetës së njeriu, mbytyja e njeriu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk e mbysin njeriu pa të drejtë. Pra kjo pa të drejtë dikuj ja të heq vëmendjen, kjo i takon ligjit. Kjo i takon gjykatës, jo njeriut. Pra njeriu, si individ, në asnjë formë nuk ka të drejtë me rreziku jetën dikuj. Pra, ligji, po flasim këtu për shariatin, se jemi të folë për ligjin e Allahut. Në momentin që një person bën mbytje, çështja e takon ligjit. Ai merr vendim, pra gjykata, jo personi. Për atë arsye Allah ka pru këtë vendim dhe kemi citate të tilla në Kur'an shumë. Por sukur ky citat është përmbledhës. Për robët të mirë të Allahut është që shkurt thjesht kjo. Nuk e rrezikon jetën askuj. Nuk lejohet, nuk kemi të drejtë. Është mëkat i madh. Madje është shumë kontestues të dietarët islam. Ai falet mëkati atij që e mytni besimtar. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra robi i mirë i Allahut ju dëshiron njerëzve jetë, paqë. Për atë arsye, ka të shkon e shpërndan paqen. Kështu në mëson të pejgamberi sa. E dini në ligjëratën e parë, takimin e parë që ka marrë pejgamberi sa në Medinë, në fjalimin e parë, çka ka thonë? E ju hennas, o ju njerëz, efshu selam, shpërndani paqen. Shpërndani paqen. Njerëzit jetojnë të lirë. Momentin pra, kur na japmi selam dikuj, i dëshirojmë jetë lirë. Ti i lirë prej meje, ti jetoj i lirë, ti jetoj qysh dush në gjendjen tane. Unë nuk kam të drejtë ta rrezikoj jetën e kështu me radhë. Kuptime të paravorta. Pastaj larg edhe mëkateve të tjera, wala yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Edhe besimtarët e mirë, robët e mirë të Allahut, janë larg immoralitetit, prostitucionit. Ai që i bën këto mëkate e pret në dëshkimi. Kështu e përmbyll Allahu këtë citat. Pra të ndershëm vëllezër, në këtë citat janë përmend 3 mëkate, 3 lloje të mëkateve. Dhe ka urtësi, gjunahet janë të shumta. Ka edhe gjunahet të tjera që për nga rreziku janë të mëdha dhe kanë dëshkime të rënda. Po këtu janë përmend vetëm 3 lloje të mëkateve. Disa dietarë kështu e kanë përkufizuar se pse janë përmend vetëm këto 3 mëkate, Zoti e di më së miri, por kanë pru përfundime komentatorët e Kuranit. Kanë thonë, e kanë ndalu Zoti paganizmin, shirkun, sepse e prish fen. Paganizmi e prish fen, mos metet feja aty. Një person i cili e lut edhe Zotin, e lut edhe dikon tjetër, s'ka fe më, prishet feja. Personi i cili e mbyt njeriu e prish njerëzimin, e shkatron njerëzimin. Personi i cili prek në amoralitet e shkatron moralin e njerëzve. E dini kemi folna për këtë mëkat, për çështjen e immoralitetit, prostitucionit. Thjesht të vëllezër, feja jonë, ligji i Zotit, Allahu xhallahu xhallahu, krijuesi jonë. Pse gjënohat mëdha? Në momentin që përzihen ujnat, atë nuk dihet për jarë dhe njeriu ka është. Unë veç po sjell shembull pa krahasu. Llogaritni për shembull sot
mbrojtja të drejtave autoriale. Për shembull, një shtet, Japonia, e ka për shembull si brand vetin Samsungun. A lejon që edhe na shqiptarët nesër, për shembull, zhvillojmë teknologji edhe e prodhojmë një telefon të ngjashëm ose një brand të ngjashëm, një artikull me të njëjtin emër? Sigurisht se jo. Ose edhe shtete të tjera, Gjermani ose të tjerë. Po mirë, nëse këta nuk po leje kanë një vetur, një kerë, që i thëjmë na, me prodhu, me të njëjtin emër, me të njëjtin dizajn, e qyshja merr mendje dikuj, domethënë me përzi ujit e njeriut që është licenca kryesore në këtë botë. Se Allah krejt gjana tjera i ka kriju për neve. Nasit jemi dyshim, tani çfarë vlere ka kerri mo, çfarë vlere ka telefoni, çfarë vlere kanë sene tjera. Prandaj vëllezër, nuk ka fe, as nuk ka lëvizje, as nuk ka kulturë që e ndëshkon më rënd imoralitetin se Islami. Për çka? Veç për të harruar qenien njerëzore, për të harruar përjardhjen e secilit. Pra neve si musliman na u ka ndalu imoraliteti, prostitucioni, jo vetëm me muslimane, po edhe me gratë huaja tjera. I njëjti ndëshkim është, i njëjti gjuna është. Prandaj Islami ka ardhur me rru komunitetin dhe me rru të tjerë. Për çka? Për të harruar qenien njerëzore, edhe pse imoraliteti ndëshkohet edhe me fe tjera. Edhe të hebrejt edhe të krishterët ndëshkohet. Por du të them të ndershëm vëllezër, kjo është një prej arsyeve që i kanë përmend dietarët islam. Pastaj ka edhe urtësi të tjera që përmendin studiuesit se janë përmend pra këto 3 mëkate që identifikojnë mëkate të tjera që janë më të vogla se to. Pra nëse këto janë ndalu, gjithsesi që ndalohen edhe mëkate të tjera, por Allahu xhelle xhelalu ka dashur me sjell një modalitet të robëve të mirë të Allahut. Që robët e mirë të Allahut nuk involvohen mëkate të mëdha, ruhen prej mëkateve të mëdha e kështu me radhë. Është pyet pejgamberi alayhis salam, ayu dhanbin a'zam, ayu dhanbin akbar, ka ardhur në transmetim. Cili është prej mëkateve më të mëdha? Ka thënë, en taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Me adhuru dikën tjetër me Zotin kurse ai të ka kriju. Pra, Allahu të ka kriju kurse ti punën ja bën dikujt tjetër, adhurimin ja bën dikujt tjetër. Për atë arsye është konsideruar prej mëkateve më të mëdha. Por punën e imoralitetit ose prostitucionit Allah ka fol shumë në Kur'an, ka fol edhe pejgamberi alayhis salam, por unë mesin e haditheve, këshillave profetike po e cekin një që shumë ta këshilla, ka thënë pejgamberi alayhis salam, kur personi bën prostitucion, i nxirret imani, besimi. Edhe i qëndron imani i tij sikurse një re. Nëse pendohet, i kthehet imani. Prandaj të ndershëm vëllezër, çështja është shumë serioze. Ka ardhur me një hadith tjetër me terminologji të parafort. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Personi i cili bën imoralitet, momentin që bën imoralitet nuk është besimtar. Ka thënë dietarët, i nxirret imani. Çështja është shumë serioze vëllezër. Prandaj këtu na kemi ardhur për çka kemi ardhur në xhami? Kemi ardhur mu fal, edhe kemi ardhur mu pendu. Allahu shumë e don pendimin. Kur edhe pse do të cikmi nëse na premton koha kushtet e pendimit, por do të them që çështja është e rëndësishme që ne të përfitojmë nga këto këshilla. Pastaj është hadithi Ibn Omerit që këtë kemi shpjeguar, që është me transmetime të sakta, ku pejgamberi alayhis salam flet për pjesët e fundit të popujve ose të shoqërive dhe në mesin e tyre është përhapja e imoralitetit. Thot tekstualisht: Lem tadhhari al-fahishatu fi qaumin qat hatta a'lamu biha. Një popull, një komunitet që kryen imoralitetin haptazi, sheshazi, pa urujt. Allahu xhelle xhelalu do t'i sprovon me smundje që nuk kanë qenë të njohur te pararësit e tyre. Qështu ka thonë Muhamedi alayhis salam para 1500 vjetë parafërsisht. Sot shkenca flet shumë për smundje të cilat vinë si rezultat i shferenimit të epshit i prostitucionit, ajo që njihen fen ton si zina. Pra,
sifilizi, gorineja, edhe shumë smundje të tjera që përballen popull. Kryesorja këto janë ndëshkimit të kësaj bote, për ndryshe ndëshkimi para Allahut është shumë i madh. Vazhdon Allahu me ndërlidh citatin 68 me 69 lidhur me këto mëkate dhe të ngjashme. Thotë: "Yudafu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana." Ata të cilët i bojnë këto mëkate dhe mëkate të mëdha, do t'i dyfishohet dënimi në ditën e gjykimit dhe do të shndron në zjarr i përbuzur. Por kështu Allahu xhël xhelalu përmend një lloj ndëshkimi për ata që e adhurojnë dikën tjetër pas Allahut, për ata që mbysin njerëz, për ata që bojnë prostitucion dhe mëkate të tjera të dietarët islam. Këtu nuk përmbledhet citati vetëm me këto 3 mëkate, por hyn edhe gjunahe të tjera, mëkate të tjera. Pra i dyfishohet dënimi në botën tjetër. Pra, përveç asaj që është premtuar dhe do të shndron i përbuzur, pra në ditën e gjykimit dhe i poshtruar. Pastaj Allahu xhël xhelaluhu pas kësaj, pasi që të përmend mëkatet, që robët e Allahut qëndrojnë larg mëkateve, ruhen, janë të kujdesshëm e tash. Por me uru prej mëkateve ka standarde. Prej këtyre është lidhja mirë me Allahun. Namazi, ardhja në xhumë, shoqëria mirë, leximi i Kuranit, sadakaja, frika nga Allahu, krejt këto e ruajnë robin, pra në një farë forme është një standard që duhet m'ia vendos vetvetes. Në momentin që personi shfrenohet, e bën jetën fri, kur do të shohet, çka do të bën, e tash personi i tillë është shumë afër mëkateve. Në momentin që kemi një farë rregulli, se zatën dhe jeta kësaj bote vëllezër sistem, na jemi të vetëdijshëm që ata që ngritin dyshime, gjithmonë mundohen të gjejnë alternativa me arsyetu mëkatet e tyre. Dhe mundohen të gjejnë ligjit Zotit behane. Thonë, ky po është një lloj sankcionimi. Kur na ruhemi, pra në një farë forme po jemi të sankcionuar. Po jeta kësaj bote është vetvetiu sankcionuar. A mujmë që tash si dalmi në qytet për shembull, mi gra veturës drejt. Ka dojmë na me shku? Jo, se ka semafora. Është semafori kush, dëshmuron detyrimisht. A mujmë na çka dojmë me ballën edhe në shtëpinë tonë s'u bëjmë? Ki rregull, që në momentin që pengon kojshin, fshiun, sanksionohesh. Këto rregulla vlen edhe për ata që s'janë liri. Ata që në burg, edhe na që jemi liri, prapje i sankcionuar. Ka rregulla të jetës. Por i bie se jeta kësaj bote vëllazë, Allahu e ka sistemuar si till, ka rregulla. S'un han çka dush ti, se edhe nëse është e lejuar një ushqim, po të bën dëm, i shmangesh. Mjeku vetë ti mos e ha çita. Ati tjetër edhe po ti haje. Ti mos e pi çita, se ty të bën dëm, edhe nëse është e lejuar. Ati tjetër ti thot po ti përdore. A janë çito rregulla? Janë këto rregulla. Atëherë bie që ligji i Allahut është mëna me këtyre rregullave. Problemi është ku personi nuk don me akceptuar ose nuk don me e pranuar. Pasi që Allah i përmend këto, pastaj në citatin 70 e sjell myshdën si hariqin. Për ata të cilët kanë mëkatu, kanë bën mëkate ose bëjnë mëkate, por i kthehen Allahut, pendohen tek Allahu xhël xhelalu. Prandaj, pe robët të mirë të Allahut janë ata që i shoqëron pendimi vazhdimisht, kthimi te Allahu. Vëllezër, prej çështjeve, prej dukurive, prej fenomeneve që djalli, armiku kryesor i besimtarit i jashtëm, se ne kemi dy lloj të armiqve. Armiku i jashtëm, kryesori është djalli, shejtani. Dhe kemi armikun e mbrëmshëm, që është vetja jon, është egoja jon, është nefsi jon. Pra duhet jemi të kujdesshëm që të mbrohemi nga këta dy armiq. Shpesh njerëzit fajnë një alon armikut jashtëm, se kanë malet. Jo, shumë kemë na probleme dhe me nefsin tonë, na do të me eduku nefsin tonë. Në momentin që edukojmë nefsin, sepse Allah kështu e ka thënë në Kur'an, në surën Yusuf, çka thot? Inna nefse le emaratun bisu. Vërtet, egoja, nefsi, urdhëron për të keqe. Pastaj e ka përmend Allahu në Kur'an, në surën Dhariyat, që disa prej njerëzve
Egon e tyre e adhurojnë sukur Zotin që na adhurojnë. E ferejte me një tekha dhe ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Allahu thot tekstualisht në Kur'an. A e ke pa thot Allahu ata që e merr egon e tij për Zot. Çka i bën? Çka ti thot egoja e tij ai bën? S'po shkojnë në xhami, s'shkon në xhami. S'po du vëlla me agjëru, ai exagjeron. Don me bënim katë e bën. Pse i nënshtrohet egos së tij. Prandaj krejt mesazhet hynore kanë ardhur me eduku egon ton. Pro, tash është koha mu qu, tash është koha me shku në xhami, tash është koha me shku në punë, tash është koha me shku në shkollë, e kështu me radhë. Pra, me eduku egon ton. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu e sjell pasi që ti thekson mëkatet, e sjell myshdën për ata të cilët pra pendohen. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, illa men tabe, pra, do të shndrojnë për gjithmonë ose të përbuzur në zjarr përveç atyre që pendohen nga mëkatet, wa amen, edhe besojnë, bindë shumë në Allahun xhelle xhelaluhu, wa amile salihan, edhe bojnë punë të mira. E për këta është edhe një myshde. Po du me përfundu, pastaj këtë citat do ta përpunojmë inshallah në ligjëratat e tjera. Allahu këtu e sjell edhe myshdën e katërt. Thot: "Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atim hasanat." Çtyne që kanë mëkatu, që kanë bën gjunahe, të mëdha, shkatruese, pe shkatrojnë njerin. Allahu po thot, po jenë pendu, besojnë bindshëm, ju kanë kthy Allahut, bojnë punë të mira, krejt punë të këqija që i kanë bën, ja shndrojnë në sevape. Vëllezër, mos këshirni me logjikën e ju këto mi kap, nuk i kap truni ju këto. Si kap. Një person për shembull 50 vite, 60 vite, 70 vite, s'kalon sen pa bë, Allahu po në momentin që ti më kthesh, unë të pranoj çështë çështje. Jo vetëm kaq, po krejt gjinohat që i ke bën ti shndrojnë sevape. Pra, në raport me njëri tjetrin kem vija murën ndarse. Relacioni jon me Zotin dallon. Prandaj, kjo është Allahu xhelalu xhelalu. Ky është krijuesi jon. Prandaj, nëse Allahu po na pranon, pse po të vije keq pra më kthy Allahu komplet? Përfundimisht. Pra të ndershëm vëllezër, këtë citat inshallah do ta përpunojmë edhe në ligjëratën e ardhme dhe do të flasim inshallah për kushtet e pendimit. Allahu na mëson me u pendu, me u kthy Allahut dhe me u pastru nga mëkatet me qenë rob të mirë të Allahut. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillahi rabbil alamin.